Dëftuar në por, me sa duket kemi një lajmë gogja të rënd për ta kumtuar në këtë mëngjes. Nuk e di se... Lirina, të lutem, Agnesa? Atëre, vetësa na është konfirmu edhe nga redaksia jonë nga Klan Kosova, që ka ndrujet këngëtari Shpat Kasapi. Nga burimet që ka ndohet deri tash, si pas informacioneve këtu që i kemi nga pa cenzur, a i ka pësu një atak kardiak gjatë qëndrimit të ti në Itali. Kaq janë informatat, të më thonë na i morëm edhe nga redaksia jonë Klan Kosova këtë lajmë si të konfirmuar. Një lajmë tragjik për botën e muzikës dhe gjithve, fillimisht ngushëllime familjarve, ngushëllime të afërmve dhe gjithë adhuruesve të Shpat Kasapit, i cili është një prej figurave, në fakt, nuk tash... është e pabesueshme, për fatkeqësisht një lajm i vërtet për deri sa është tashmë i shpërndar nëpër media. Shpatin e kemi një prej pop figurave, ndoshta që vjen nga Maqedonia dhe është ylli i Maqedonisë në një periudhë kohore, kur nga Maqedonia nuk kemi pas shumë artist. Shpat Kasapi ai ka qenë që e ka bo një diferencë, një personazh shumë i dashur për ne, një personazh i cili gjithmonë ka përçu një farë lloj energjie pozitive, besoj, dhe prap është një pasuri në botën e muzikës që e kemi, ka shumë muzikë të Shpat Kasapit, mu më vjen mirë që